Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër episod të podcastit Larisa and Friends. Flasim hapur sot me të ftuarin ton të veçantë Antonio Babliku. Përshëndetje Larisa. Përshëndetje Antonio dhe mirë se erdhe. Jam shumë e lumtur që të kam në podcastin tim. Në fakt ne kemi diskutuar disa herë së bashku që ti jesh pjesë e tij, edhe unë jam shumë e kënaqur që promovoj të rinj të cilët kanë talent, spikati në qytet, por mbi të gjitha kanë një pasion, ashtu siç ke edhe ti për librat në këtë rast. Atëherë, unë duhet të bëj një prezantim fare të shkurtër për ata që ndoshta nuk të njohin dhe për herë të parë ndjekin këtë podcast me dy personazh. Antonio Babliku është shkrimtar, përkthyes dhe bibliotekist në Bibliotekën Publike Thimi Mitko Korçë. Ka studiuar për gjuhë letërsi dhe ka marrë diplomën Master Artesh si filolog në studime angleze për letërsi dhe kulturë pranë Universitetit të Debrecenit në Hungari. Është autori i serisë Magjia Universale dhe i disa serive të tjera të vendosura brenda universit të saj. Ka përkthyer disa romane nga letërsia angleze dhe europiane, si Vrasje në shtëpinë e Filit, Sekreti i Elenës, e të tjerë. Ka qenë pjesëmarrës në festivale letrare si Netët Korçare të Poezisë në vitin 2024-2025, si edhe në konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare mes të cilave Shintile, i shtëpisë botuese Minerva, edicioni në Bolonjë, ku fitoi çmimin e dytë në rang ndërkombëtar, me romanin italisht Maledetti Preziosi, i cili do të vijë së shpejti dhe për lexuesin me sa më the ti. Krahas shkrimit dhe përkthimit merret me studime letrare për letërsinë fantastike, letërsinë e shekullit të 19 dhe letërsinë bashkëkohore angleze, irlandeze dhe amerikane. Kam me pak fjalë, me pak fjalë, në fakt, të asaj që është Antonio Babliku. Me fjalë të tjera, ne do të bëjmë intervistën tonë të cilën të gjithë duam të zbulojmë diçka më shumë rreth teje, rreth asaj që ti ke pasion dhe e ndjek me shumë përkushtim çdo ditë, por edhe pak për jetën tënde, pse jo. Të njohim pak më mirë Antonio Babliku. Si pyetje e parë që dua të bëj dhe mendoj që është me shumë interes, është fakti që ashtu sikurse edhe shumë studentë të tjerë ti zgjodhe që të studiosh jashtë Shqipërisë. Pse zgjodhe të studiosh jashtë Shqipërisë dhe cila ka qenë arsyeja më pas që ti përsëri zgjodhe që të rikthehesh në Shqipëri dhe konkretisht në Korçë? Ky kalvari i studimeve të mia të larta në universitet është pak i larmishëm. Si fillim unë fillova studimet për bioteknologji në Tiranë dhe pas 2 vitesh më në fund më mbush mendja që nuk ishte tamam ai drejtimi im i preferuar dhe u ktheva në Korçë për të vazhduar për të rifilluar studimet dhe për të vazhduar për degën e gjuhë letërsisë, që ishte edhe pasioni im edhe vokacioni im, po themi kështu. Pra ti ke studiuar te Universiteti Fansilianoli në Korçë? Po, cikli i parë i studimeve ka qenë këtu dhe më pas përgjatë atij cikli e kisha të qartë që masteri dhe ciklet e mëtejshme do doja që t'i ndiqja jashtë. Ideja e parë dhe ajo shumë optimistja ishte Amerika ose Anglia, sepse unë doja edhe një lloj specializimi në letërsinë angleze ose amerikane. Më pas ndodhi pothuajse shumë rastësisht që unë e gjeta një mundësi për të studiuar në Hungari, në Universitetin e Debrecenit, që është një nga universitetet më të vjetra në Hungari, por edhe në gjithë Europën. Dhe ishte pikërisht ajo degë që unë kërkoja, ishin studime angleze, siç quaj dega, por fokusohej tek letërsia, tek kultura, tek kinematografia dhe ishte një degë mirëfilli ndërdisiplinore. Do me thënë aty kam studiuar sociologji, filozofi, psikologji, të gjitha dhe si përkthehen në letërsi dhe në art, në përgjithësi. Ka qenë e sakrifikueshme në fakt që ti jetosh jashtë familjes, larg familjes, jashtë vendit, në një vend të huaj, është e vështirë të përshtatesh? Ka qenë e vështirë sepse shiko, unë gjithmonë them këtë që unë e përballova pak keq largimin nga familja, ishin vitet e pandemisë, kështu që nisu nga shtëpia, shko izolohu në një hotel, pastaj del Covid-i dhe momenti më i keq. Dhe unë gjithmonë fokusohem te kjo sa e vështirë ka qenë për mua, mirë po sigurisht që realiteti është që peshën më të madhe të vështirësive e kanë ndjer familja ime, të cilët gjithsesi kanë qenë mbështetës deri në fund, jo vetëm për studimet, por për gjithçka timen. Dhe çdo gjë që unë ndërmarr në jetën time. Ka qenë e kushtueshme jetesa në Hungari?
Ka qenë e kushtueshme, e përballueshme, e përballueshme me vështirësi. E përballueshme me vështirësi. Me vështirësi. Kjo është e rëndësishme. Po si kudo. Hungaria kishte këtë të mirën që ishte edhe ajo mendësia, edhe bota perëndimore, edhe ajo e Ballkanit qendror, edhe e Europës qendrore, më fal, edhe ne kemi shumë lidhje. Pra nuk ishte një alienim total, direkt një shok kulturor me diçka të re. Kështu që u përshtata disi lehtë me vështirësitë e veta. Me vështirësitë e veta. Dhe pastaj si mendove që të rikthesh? Domethënë nuk të tundoi ndo pak ideja për të qëndruar ndoshta në Hungari? Do t'rregojmë shumë i sinqert që në momentin që flasim hapur është. Po. Dhe unë po flas vërtet me shumë sinqeritet kur e them që për mua Hungaria dhe studimi jashtë ishte një etapë, të cilës ja dija fundin, që ishte përfundimi atyre 2 viteve, dhe unë shihja gjithmonë të ardhmen time këtu. Dhe ndonë se nuk e diskutonim gjërësisht se ku specifikisht në Shqipëri, e ardhmja ishte këtu në Shqipëri. Megjithatë, unë kam qenë gjithmonë shumë i qartë që unë jam te Korça, unë i përkas Korçës, edhe aty dua domethënë që të bëj të gjitha gjithçka, dua të kontribuoj si shkrimtar, si qytetar, si punonjës aty, dhe kjo ishte domethënë diçka që unë e kisha të vendosur, domethënë unë e kisha të ndarë mendjen që unë do të kthehesha. Po më pëlqejnë në fakt njerëzit të cilët kanë qëllime të qarta, edhe unë vetvete, ndoshta ajo për të dukur pak modeste, po mendoj që në jetën time, ashtu sikurse në jetën e gjithë secilit, ne kemi lindur për të plotësuar një qëllim në fundit. Dhe gjithmonë, nëse ti e ke arritur atë qëllim, kudo që ti jesh, të ndjehesh mirë me veten, të duket se ti ke arritur atë rezultatin e kërkuar nga jeta. Kështu që çdo njeri ve disa qëllime, dhe se thotë këtu dua të jem, dhe çfarë do lloji që të ndodhi jashtë kësaj, ti përsëri destinacionin e ke shumë të qartë se ku do të arrish. Dhe ti ke zgjedhur Korçën. Po. Ka pasur në një moment gjatë jetës tënde, kur ti ke qenë jashtë vendit, në të cilën ti ke menduar se do t'jetë e vështirë dhe në fakt je bërë pishman dhe ke dashur që ta ndërpresësh atje. Për shembull, siç ndodhi ky rasti me atë profesionin që ti zgjodhe gabimisht të themi në Universitetin e Tiranës. Ka pasur ndonjë moment në të cilën ke hasur një vështirësi aq të madhe sa ndoshta je bërë pishman dhe je tunduar për të hequr dorë ose? Patjetër, shiko, kanë qenë momente të shumta, jo vetëm një. Momente të shumta të cilat lidheshin edhe me me anën emocionale, domethënë me mënyrën se si unë po e përjetoja largimin, ripërshtatjen, sepse në fakt të shkosh jashtë, qoftë për studim, qoftë për të jetuar, nuk është një ripërshtatje, është një rifillim. Pra e fillon gjithçka nga zeroja pothuajse. Kështu që në këto momente vështirësie sigurisht që e kisha, domethënë, e kam menduar shpesh herë që ndoshta nuk ja vlen, ndoshta, por pastaj vjen ai kthjellimi, edhe unë kam këtë të mirë që nuk është se i marr vendimet e nxituara, rri disa ditë, i mendoj, i bluaj gjëra të mirë, edhe fatmirësisht e kuptoja edhe në momentin në fakt që që thoja është shumë e vështirë, ndoshta nuk ja vlen, e dija instinktivisht se për të studiuar jashtë ja vlen. Domethënë janë disa vështirësi të cilat kushdo është i gatshëm që ti anashkaloj, sepse rezultati edhe frytet që korr janë të pakrahasueshme. Nëse do ta përshkruante Antonio jetën e tij si një roman fantastik, çfarë titull do kishte? Asnjë dhe 100.000 ratisjet e trubadurit. Po mirë se duhet ta shpjegosh këtë tani. Do përpiqem. Atëherë, asnjë dhe 100.000 është një roman nga Giacomo Leopardi, ku flet për atë për fragmentarizimin e njeriut ose dhe për maskat që vesh një njeri. Dhe ai thotë, dhe këtë e kam si epigraf në librin tim të dytë,
që ka një mask për familjen, një mask për shoqërinë dhe kur je vetëm, betesh askushi, sepse i heq të gjitha maskat. Dhe në fakt, kjo është diçka që unë e kam adaptuar si filozofi timen, që kur jam një orë në gjimnaz me këtë tekst, sepse vërtet të gjithë kemi ato maskat, të cilat dikush mund të thotë që nuk janë të nevojshme, po që i dim të gjithë që në fund të ditës praktikisht janë shumë të nevojshme. Të gjithë jemi të fragmentarizuar sipas rasteve, sipas historive, sipas momenteve që kalojmë në jetë. Dhe kjo është, domethënë, një asnjë dhe 100.000, dhe pastaj aratisjet e trubadurit, tashti aratisjet sigurisht që duke qenë një shkrimtar që shkruaj përgjithsisht fantazi, fantazia sigurisht e ka atë karakteristikën aratise, domethënë të ofron një lloj aratie. Dhe trubaduri sigurisht, siç ishin këta trubadurët në për oborret mesjetare që këndonin aventurat epike të kalorsve dhe është edhe fjalë që më pëlqen, kështu që Shumë shkurt, me qenë sa më intrigoi shumë pjesa e maskave. Mendojnë që njerëzit i veshin ato për shkak të frikës, se si mund të duken tek të tjerët, për të dukur realisht ashtu siç janë tek të tjerët, apo ka një shpirtim ka një arsye tjetër. Shiko, nuk dua që kjo që do them të duket si diçka negative, po në fund fundit a nuk diktohen shumë nga veprimet tona dhe nga zgjedhjet tona nga frika. Pra, ka frika e për mendimin tim, gjykimit, sigurisht. e paragjykimit. Sigurisht, gjykimi dhe paragjykimi janë dhe më të rëndësishme dhe më të përhapurat në njerëz. Domethënë kushdo do që të ndrydh një anë të tij në një grup, do që ta shfaq në një grup tjetër, po në ky grup tjetër do që të ndrydh diçka tjetër, është diçka e natyrshme. Ose të tregoj të paktën anën më të mirë të vetes. Patjetër. Sepse ndoshta edhe njerëzit në momentin që gjejnë dobësit i përdorin. Edhe kjo është një arsye tjetër, sigurisht, që të mos goditesh aty ku të dhemb. Dhe maska është edhe një lloj bariere. Si ndahet Antonio mes rolit të shkrimtarit, të përkthyesit, edhe të bibliotekistit? Unë këto punë i shoh gjithmonë të ndërthurura, edhe që ushqejnë gjithmonë njëra tjetrën. Dhe madje them që jam shkrimtar më i mirë që kur kam filluar të merrem me përkthime dhe që kur kam filluar të punoj në bibliotek. Sigurisht që jap maksimumin tim në bibliotek, sepse e di edhe si funksionon libri, botimet, të gjitha, si funksionon qasja me librin, edhe për përkthimin sigurisht jam përkthyes më i mirë sepse jam në kontakt me më shumë materiale, me më shumë tekste, me më shumë libra në bibliotek dhe gjithashtu kam edhe atë formimin po e quaj si shkrimtar, kështu që të gjitha ushqejnë njëra tjetrën. Dhe kjo është ajo që më pëlqen më shumë. Dhe arsyeja edhe pse gjendem shumë mirë te biblioteka, unë e kam thënë gjithmonë, domethënë që biblioteka për mua është një shtëpi tjetër, edhe është një zgjatim i të gjitha atyre që unë bëj edhe në mënyrë të pavarur. Pra nuk e shoh si një punë, dhe kjo është diçka shumë e rrallë, edhe jemi me fat ne që bëjmë punën që duam. Edhe për këtë nuk kam asnjë lloj, domethënë nuk e marr asnjëherë të mirëqen. Edhe asnjëherë gjithmonë jam shumë falenderuese dhe mirënjohës që e kam këtë mundësi, që punën të mos e ndjej si punë, sepse është ajo që dua, që dashuroj. Edhe në fakt duhet të ndjehesh me shumë fat, sepse sikurse ta thash, edhe në momentin që mbrita në bibliotek, ndjesia apo ideja ime të themi për bibliotekën ishte që ishte një vend shumë i qetë, në të cilën lexonin disa njerëz që ndoshta kanë pasion pjesën e leximit dhe duan atë kohën e tyre të qetë në pasdite për të ardhur këtu. Nuk e mendoja domethënë në asnjë moment që kjo biblioteka do gëlonte nga të rinj, do kishte kaq shumë të rinj. Edhe këtë nuk e them në fakt vetëm me fjalë, sepse besoj që dëgjojnë edhe zhurmat mbrapa nesh, dhe unë për këtë arsye përsëri zgjodha bibliotekën, sepse dua që çdo gjë të jetë natyrshme edhe me zhurmat e fëmijëve dhe të rinjve që e frekuentojnë. Ama edhe zhurmat të fal një super energji. Është shumë e vërtetë. Sepse nëse do ishte aq e heshtur dhe qetë ndoshta s'do më pëlqente kaq shumë. Ka mundsi. Shiko, për të bërë një punë edhe të bezdis zhurmat, jo edhe të bezdis, po të bezdis shumë. Ama del me një energji të mirë, sepse je në kontakt edhe me këta të rinjt, edhe me energjinë e tyre, kështu që
është shumë bukur në fakt. Çfarë e frymëzon më shumë Antonion? Njerëzit, librat, muzika, apo vetmia? Të gjitha. Në fillimet e mia, kur shkruaja, sigurisht çdo shkrimtar, çdo autor merr frymëzime nga libra që e kanë shënjuar dhe që i kanë pëlqyer. Por që me kalimin e kohës, fillova të kuptoja që ajo që më intrigonte vërtet ishte marrëdhënia mes personazheve që kisha krijuar. Sepse ashtu si në jetë, personazhet në librat e mi kanë ato marrëdhëniet e tyre, shoqërore dhe të gjitha. Dhe kur kam kaluar një periudhë që çdo moment që isha me grupin tim shoqërore, shihja kështu pak si me vezullime magjie, flas figurativisht, sepse kisha këtë ndjesinë që kjo gjë jo vetëm po më frymëzon shumë, por është edhe diçka që unë e kam vendosur brenda librave të mi dhe njëkohësisht e ndjej të reflektuar nga librat e mi. Pra është një lloj kështu që sigurisht njerëzit, librat, patjetër. Edhe njerëzit janë ata që krijojnë të gjitha dinamikat, kështu që pastaj sigurisht është muzika mua më frymëzon shumë. Nuk nisem përgjithsisht nga teksti i një këngë, nisem përgjithsisht nga vibe-i, po e them, nga ndjesia, nga atmosfera që krijon kënga për mua. Dhe unë madje për secilin libër kam ndërtuar nga një playlist të ndryshme në Spotify. Edhe po e kam ndërtuar edhe një playlist tjetër që ilustron pak a shumë nëpërmjet tingujve Lakeville-in, qytetin ku ndodhin të gjitha ngjarjet në serinë e Magjisë Universale dhe në seri të tjera. Kështu që kjo është patjetër. Ndërsa vetmia e shoh më shumë si kusht, jo të domosdoshëm, por një kusht të favorshëm për të krijuar. Djem që lexojnë në fakt, si shikojnë, si mendon ti? Quhen që janë më të shkëputur nga bota reale, nuk janë ndoshta aq social sa duhet, edhe pëlqejnë më shumë që të jenë të tërhequr, të vetmuar, ndoshta pak të mbyllur në atë botën e tyre imagjinare në këtë rast që ndoshta të nxit atë pjesën e krijimtarisë? Sigurisht që flas nga eksperienca ime, sigurisht që shihemi edhe perceptohemi si njerëz pak të shkëputur nga realiteti, pak ekscentrik edhe tipa të veçantë. Edhe këtë ma kanë shprehur, ndoshta jo në kaq pak fjalë, po në më shumë zbukurime edhe shumë njerëz që fillimisht jemi njohur dhe pastaj jemi bërë miq, shok të ngushtë. Pra, ekziston ky perceptim. Po që unë me thënë të drejtën jam shumë në paqe me mënyrën se si perceptohem nga jashtë, po them, sepse për mua ka rëndësi që unë të ndjehem mirë. Dhe përsa kohë unë ndjehem mirë dhe përsa kohë unë jam i vetëdijshëm që kjo ndjera ime mirë nuk dëmton njerëz, sepse këtë dëmton fakti që unë rritërkos mes librave edhe që unë fantazoj gjithkohon. E shumëta do përfitojnë sepse do marrin një rekomandim libri, siç e bëjmë edhe te rubrika e bibliotekës, do marrin një libër të ri që ndoshta ju pëlqen, ndoshta s'ju pëlqen, po është një libër i ri që ju ofrohet. Shumë vërtet në fakt, edhe pse ndonjëherë është e vështirë që njerëzit të respektojnë natyra të veçanta apo të ndryshme nga të tyre, sepse unë nuk mendoj asnjëherë që ka njerëz të çuditshëm, ka thjesht njerëz të ndryshëm, të cilët patjetër që kanë mendësinë e tyre, nevojat e tyre, dëshirat e tyre që ndryshojnë nga ato të tjerëve. Përveç faktit që mendoj që duhet respektuar gjithsecili, pavarësisht është pak e vështirë në ditët e sotme kjo, por gjithsesi mendoj që është shumë e zgjuar kjo që ti ke zgjedhur të bësh, gjë që ja sugjeroj të gjithë të rinjve, gjë që mendoj që në mundësinë time të pakët në kohën time e kam bërë, sepse kur jenë paqe me vete, në fakt ndjehesh aq mirë sa nuk të intereson fare. Meqense ishim tek librat.
Kam këtu Magjeja Universale Agimi, të dy libra të cilet unë i kam, edhe në fakt të përgëzoj jashtëzakonisht shumë, sepse në moshën tënde është një arritje shumë e madhe, edhe është diçka shumë e bukur. Kur kam qenë e vogël, të them të drejtë, nuk e di pse nga që më pëlqenin shumë librat, ende vazhdoj lexoj, por kam pasur shumë dëshirë që të shkruaja një libër. Mendoj që ndoshta asnjëherë nuk është vonë, mund ta realizoj, nuk e di nëse do ndodh kjo, nuk është një premtim i vetes, por është një dëshirë në sirtar, por gjithsesi e kam parë si diçka edhe pse të përjetuar bukur, mendoj që përsërisht është e vështirë, jo çdo kush mund të shkruajë një libër. Është e vërtet. Si e morë iniciativën ti? I arrit e pritshmëritë tua? Asnjëherë. Gjithmonë kritik ndaj vetes. Patjetër. Shiko, besoj është qasja më e mirë që mund të kesh ndaj gjithçkaje që bën, jo vetëm për të shkruar libra, por në çfarëdo lloj pune ose në çfarëdo lloj iniciative që merr. Kështu që perfeksioni nuk ekziston, por ama duke qenë kritik ndaj vetes, përmirësohesh. Arrin përmirësohesh. Edhe i afrohesh pak, pavarësisht se janë dy vija paralele, edhe perfeksioni, e tham, nuk arrihet. Në ditët e sotme, në fakt, duket sikur kushdo mund të jetë këngëtar, kushdo mund të jetë shkrimtar, ka edhe po i quaj skandale të vogla në thonjza në botimet e huaja, sepse ka plot libra që po botohen me inteligjencën artificiale. Unë me thënë drejtë nuk është se jam kundër përdorimit të inteligjencës artificiale, po jo për të bërë art. Arti është diçka shumë humane, edhe është diçka që u takon vetëm njerëzve ta bëjnë. Jam edhe i këtij mendimi që arti kërkon talent për ta nisur gjën, po pjesa tjetër është dedikim, është pasion, është iniciativë, është disiplinë vetvendosur, kështu që është diçka, domethënë, nuk mendoj se ka një njeri që nuk mund të bëj asgjë, ose që nuk mund të bëj një tekst kënge, nëse nuk e zë bëj një tekst kënge, ose mëse një instrument, nëse nuk e talenti, unë mendoj se talenti për të shkruar është më i lehti për të fituar. Nuk ka nevojë të jetë i lindur, sepse mjafton vetëm të jesh një lexues i apasionuar, edhe të gjesh në fundit edhe ata librat që të pëlqejnë, se ndonjëherë lexuesin e mirë e quajmë lexuesin që lexon çfarëdo lloj libri. Jo, lexuesi i mirë është edhe ai që përpin libra, po i përpin të gjithë librat të një lloji ose të një zhanri. Mbetet lexuesi i mirë edhe ai. Pra ose çfarë është i mirë tek e fundit, mjafton të jesh një lexues pasionant, edhe ta bësh me dëshirë atë gjë. Unë si shkrimtar, ashtu si shumë shkrimtarë të tjerë, jo jam i bindur, por jam 100% i sigurt që kanë qenë të gjithë lexues, edhe kjo të bën shkrimtar tek e fundit. Gjëja që të bën shkrimtar është të jesh lexues. Kështu që mendoj se është një talent që mund të fitohet. Jo shumë lehtë, do atë kohën e tij edhe do atë, por kalimin e viteve patjetër. Ka pasur ndonjë libër i cili të ka zhgënjur edhe e ke lënë në mes apo ke çuar në fund të gjithë librat që ke nisur të lexosh? Kjo është një nga trajtat e mia toksike, që unë edhe një libër që nuk e pëlqej do ta shty deri në fund, edhe do jem mizerabël deri në fund, atë libër nuk do dua ta shoh më. E dini se ta vrak të pyetje? Ti jem shumë e sinqert. Kam filluar para 2 ditësh të lexoj një libër, më ka intriguar kaq shumë nga titulli i tij. Nuk e them cili është, sepse nuk dua absolutisht të hyrë në gustot e askujt. Mund të ketë njerëz që ndoshta përjetojnë një moment të tillë emocional që ju pëlqen. Ndoshta momenti im nuk ka qenë ai. Kam filluar një libër të cilin e kam lexuar, domethënë me një frym për 2 ditë, dhe nuk e di, jam përfshirë aq shumë tek ai libër, sa kam ndier disa emocione vetëm të këqija. Dhe thash, shiko, Larisa do ta lexosh deri në atë pikë që të shikosh që vazhdon ky lloj negativiteti, do ta ndërpresash. Faktikisht e kam lënë librin. Nuk mundesh ato. Domethënë ishte shumë toksike që të shkoja deri në fund. Jo, absolutisht ja. Absolutisht ja. Të ka ndodhur? Po. Por e ke lexuar deri në fund. Kjo të regon që ti e shumë këmgullës. Doja të isha këmgullës në gjëra më pozitive. Po mani e penduar. Ndërkohë që qiko cilja ka qenë ana pozitive, që unë të pak të nuk bëjmë pishman që kam lexuar deri në fund. Është janë këto obsesionet kompulsive që do patjetër ta mbarosh, se
fillon një gjithmonë kurios të shikosh, po, se si do shkoj fundi. Përveç të librave, të cilat unë ja u sugjeroj, pa diskutim, Magjia universale Akujt dhe Magjia universale Agimi, nga Antonio Babliku, cilat janë 3 librat që ti do t'ja u sugjeroje të gjithë të rinjve që do kishin mundësi që ta lexonin. Pra, cilët janë 3 librat kryesor që ti mendojnë që çdo njeri duhet i lexojë patjetër në jetë? Okej. Jo, vetëm 3 janë... Janë pak. Janë shumë pak edhe... Pace, për shembull? Nuk është se po më zgjidhej. Okej, do përpiqem të jem conscious. Okej, do ta bëjmë kështu. Do luajmë sipas rregullave të mia. Atëre, njëri prej këtyre librave është për mendimin tim patjetër Lufta dhe Paqja. Është një libër që të tregon se çfarë është në gjendje të bëj një libër dhe si nuk ka asnjë lloj limiti, edhe nuk ka asnjë lloj kufiri, asnjë lloj përmbajtjeje në kuptimin e diçka e kufizuese për një histori që është vërtet e mirë, edhe për një histori tek e cila vërtet beson. Dhe në fakt kjo është një këshill që edhe u jap shkrimtarëve të rinj ose personave që duan të futen në rrugën e shkrimit, që nuk mjafton të besosh tek historia që ke dhe pastaj vjen vetë gjëja. Kështu që Lufta dhe Paqja është thjesht, nuk mund ta quash as epik, sepse është më i madh dhe më jetësor se aq. Dhe unë i kthehem çdo disa vjet si tekst për ta lexuar. Pastaj është libri Kryezoti i Unazave, një epik nga anët e mia, nga fantazia edhe nga letërsia angleze, që sigurisht ka shumë filozofi, shumë botë kuptim brenda, gjithçka e maskuar në një histori pothuajse naive për fëmijë, që në fakt është për të gjitha moshat. Edhe Kryezoti i Unazave është një nga ato sagat që i rilexoj her pas here, sepse edhe rileximin e sugjeroj shumë, sepse ne jemi persona të ndryshëm në momente të ndryshme të jetës tonë, dhe në çdo rilexim ti zbulon diçka tjetër. Edhe sikur përmendesh ta dish atë histori. Ndërsa libri i tretë është një libër që nuk kam titull për momentin, por u rekomandoj të gjithëve që t'i japin kohë vetes edhe ta gjejnë se cili libër është për ta libri i preferuar, edhe libri që do t'ju ndryshoj atyre jetën. Shpesh herë, sidomos ne që studiojmë letërsi dhe që merremi me librin, i kemi të qarta këto limitet, cili është një libër i mirë, cili është një libër klasik, cili është një libër limonad. Që ndoshta edhe për ato ka nevojë. Sigurisht. Njeriu që të lexojë her pas here. Prandaj unë i kthehem gjithmonë kësaj filozofisë që gjej librin që të pëlqen. Edhe në fundit unë nuk është se unë lexoj shumë, po nuk është se kam filluar si një lexues i klasikëve apo i veprave që konsiderohen të mira nga kritika dhe nga studiuesit. Ne sigurisht bënim letërsi në shkollë, mirë po librat që kam lexuar për në letërsi në kohën e gjimnazit kanë qenë libra që nuk i kam pëlqyer fare, nuk i kam gustarur as pak. Kur i jam kthyer pastaj që ti kem lexuar me kushtet e mia, me atë dëshirën time, kanë qenë libra vërtet të shkëlqyer. Unë kam filluar të lexoj kryesisht fantazi, që është edhe zhanri që kam lëvruar në shkrim pastaj, kështu që është shumë e rëndësishme jepini vetes kohën edhe mundësinë që të gjeni atë librin e tretë që duhet ta lexoni patjetër në jetë. Në të gjitha episodet e podcastit Larissa and Friends, siç e kam thënë në fillim,
Kam dashur që të jem gjithëpërfshirëse, të kem të rinj dhe jo vetëm të rinj, në fakt, por personazhe nga fusha të ndryshme. Dhe isha e bindur që një episod do të dedikoja librit. Ndonjëherë duket se të rinjt janë larguar nga libri, por në fakt edhe kaq që vërtet nuk është, sepse sido që të jetë mendoj që ndoshta edhe të detyruar nga shkolla për arsye të një projekti, edhe pa diskutime janë ata të cilët e kanë pasion leximin. Jeta jonë është e lidhur me librat, me magjinë që të jep libri, me atë botën surreale që të jep, edhe sigurisht që të gjithë e kemi të nevojshme, që të kemi atë pjesën e ditës të themi dedikuar shfletimit të librave. Kështu që jam shumë e kënaqur që këtë episod e mbulova me një personazh si ti. Cilat janë në fund të episodit, do doja të dija cilat janë projektet e tua për në vazhdim. Çfarë ke vendosur të bësh? Të shkruash një libër tjetër, ke një përkthim tjetër? Nuk e di çfarë planesh ke tani. Atëherë, planet janë për të vazhduar me Magjinë Universale, që siç e kam përmendur disa herë dhe kam lënë të nënkuptohet, është fillimi i një bote fantazie që po krijoj. Po vazhdoj ta shkruaj këtë seri, kam shkruar edhe disa seri të tjera, librat e parë të këtyre serive të tjera janë të mbaruar, dhe në fazat të ndryshme, editimi, redaktimi, korektimi, e të tjera. Së shpejti, në fakt në vjesht të këtij viti, do të botojmë edhe librin e tretë të Magjisë Universale, që titullohet Mjegulla, dhe pas Mjegullës do bëjmë pak pushim nga Magjia Universale dhe do botojmë një libër të një serie të re, që është pikërisht ajo që përmendëm pak më parë, Të mallkuar të çmuar, që kam shkruar si dorëshkrim në italisht, që fillon një seri tjetër përsëri në të njëjtën botë si Magjia Universale, dhe më pas jam shumë i lumtur dhe mezi pres që të botoj një koleksion me poezi. Unë jam kaq e lumtur që njoha një djalë i cili ka studiuar në Hungari, është rikthyer në Shqipëri, ka zgjedhur të jetojë në Korçë, është shumë i kënaqur me jetën që ai bën, është kaq i apasionuar pas një talenti, dhuntie, të cilën nuk e ka vetëm të lindur, mendoj unë, po të kultivuar në një punë e mrekullueshme që t'i bën çdo ditë në marrëdhënie me librin. Dhe pavarësisht se kjo nuk është dëshira e të gjithëve, mua më vjen mirë që ka ende personazhe dhe të rinj si ti, të cilët janë kaq të dhënë pas librit dhe që e duan atë që bëjnë. Kështu që shpresoj shumë që të shtohen sa më shumë ata që lexojnë libra, edhe të të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Ta kesh të ndriçuar rrugën tënde të artit, atje ku ti ndjehesh në paqe me veten dhe ndjehesh shumë mirë, dhe të komplimentoj dhe të të përgëzoj, sepse je vërtet një djalë i shkëlqyer që në këtë moshë kaq herët ke arritur të kesh sukses edhe të ecësh shumë mirë me pasionin tënd. Shumë faleminderit. Të falenderoj vërtet shumë.